Shumë të nderuar vëllezër besimtarë, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësitë dhe gjitha begatitë e Allahu dhul Xhelal qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdrimet zomen që i takojnë vetëm Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, të cilin e falenderojnë, e madhërojnë, i bëjnë sejdë atij çka ka në qiell, mes tyre dhe në tokë. Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavat dhe selam e nderuar vëllezër, bashkërisht kështu si jemi në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes e tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve dhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, sot pas një shkputje një javore vazhdojmë me një temë krejt ndryshe, të cilën unë sot e kam titulluar si tema dalja nga zona e komfortit. Ndoshta kështu si përfaqësisht ndonjëherë e kemi përmendur, por sot pak më gjerësisht do t'i kushtojmë më shumë kohë kësaj teme, duke u bazuar normal në ajetet kuranore. Ju e dini që bazë kryesore në gjithmonë kemi Kur'anin famulart, elhamdulillah, edhe her pas here hadithet dhe sunetin e Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Pse kjo temë duhet diskutohet sot, dashur vëllezër? Duhet diskutohet për arsye se sot shumica prej nesh, nuk flas për popull tjerë, flas për popullin musliman, kur bëhet fjalë për zonën e komfortit, kështu e quajnë edhe psikologjia dhe shkencat tjera që mirën me studimin e njerëzit dhe natyrës dhe sjelljes të tij, kështu e quajnë zona e komfortit. Çfarë më thon kjo zonë? Shumica e njerëzimit, në veçanti e muslimanizmit sot, një prej arsyeve pse ne jemi kështu si jemi, pse kemi ranë në këtë grad të ulur, pse ne nuk jemi produktiv. Për shembull, ma produktiv kemi kanë në shekullin e 9, para 1100 vjetëve të themi, se sa në shekullin e 21. Flas si musliman, se çdo herë më interesojnë muslimanët. Pse ma shumë kemi shkruar atëherë se sa tani? Pse ma shumë kemi zbuluar atëherë se sa tani? Pse ma shumë ishim ma krenar atëherë se sa tani? Më thonë, shumë pseja mund të rënditin sa i përket natyrës e cila është një dobësi e madhe muslimane, ose natyrës e muslimane të cilët kanë ra në këtë shkallë. Unë mendoj se, prandaj dhe kam zgjedhur si ders, unë mendoj se arsyeja, një ndër arsyet, unë i kam përmend para 2-3 javë ose 4 javë, arsyeja kryesore është lënia e Kur'anit masdore. Këtë kemi thënë dhe vazhdimisht e them. Do të thonë, muslimanët do rikthehen dhe do ringjallen vetëm atëherë kur do fillojnë të punojnë me Kur'anin. Vetëm atëherë. T'ju rrej dikush se ndryshe mund të fillojmë. Dikush thotë duhet forcohemi, duhet bëjmë, duhet kthejmë. Ave krejt rregull është. Krejt Kur'ani është e forcë. Çfarë thotë? Wa atasimu billahi. Edhe kapuni që të gjithë për litarin e Allahut. Këtë thotë Kur'ani, ajet kuranor. Wala tafarraku, edhe asesi mos u përçani. Ja, kjo është tesa për bashkim. Kjo është tesa për unitet të muslimanëve. Çfarë? E këtë thot Kurani. E nëse ti nuk e lexon dhe nuk e shkoqit dhe nuk e mediton, nuk e analizon, nuk e studion Kuranin, s'u e marrësh vesh kurse ku e ke problemin. Në ajetin tjetër thot: innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Vërtet besimtarët janë vëllezër. Besimtarët janë vëllezër. Pajtoni mes besimtarëve. Shihni, ja 2 vëllezër që janë hidhëruar,
mirë një iniciativë, ndash në fshat, ndash në mohall, ndash në familje, pajtoni një dy vëllezër. Pse? Se bashkësisë muslimane do i shtohet edhe një ushtar më tepër. Ndërsa kur ne jemi të hidhëruar, ne kemi mungesë lojtarësh. Keni pasi nxjerrin ato gjatë futbollit? Nëse luan me 10 lojtarë, 9 lojtarë, normal që të marrësh më shumë golla. Është problem është. Edhe ne hidhëruam me këtë, hidhëruam ato, edhe ne nuk jemi aty ku do të jemi. Prandaj Allahu thotë: "Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum." Besimtarët janë vëllezër, pajtoni mes tyre. Fa aslihu bayna akhawaykum, mes vëllezërve të tuaj. Sa të janë vëllezërit tuaj. E pse përmenda unë fillimisht zonën e komfortit? Më thonë, një ndër arsye kryesore ishte largimi prej Kuranit, arsyeja tjetër që musliman kanë ardhur në këtë dekadencë, edhe në humbjen e krenarisë më shumë. Ne nuk humbim se Islami, unë shpesh e përmendi, jo për t'ju dhënë gajret, por të analizojmë mirë. Në vitin 1258, në shekullin e 12, vitin 1258, Mongolët vërshuan dhe pushtuan Bagdadin. Kjo është shumë interesant të mbani mend. Në shekullin e 12 hynën ai Holako Hani, ai pasardhësi ose komandanti generali kryesor i Gjingis Khanit. Tashma kur hyni Holako në Bagdad, Gjingis Khani kishte vdekur. Gjingis Khanin e dini. Unë jam habit se kisha ditë, edhe më interesojnë këto gjërat historike. Gjingis Khani kishte mbri deri në Hungari. Imagjinoni, prej lindjes së largët atje, prej Kinës deri në Hungari. Aqë shumë shtrirje të madhe ka pasë, edhe ai ku ka hi nuk ka dështu asnjëherë hiç. Krejt to ka ditë, ama ka qenë vrasës i më i madh. Ai ka shkatruar. Do të thonë, përmes shkatrimit ka fut frikë te popujt tjerë që i ka prit radhën, që e kanë prit ti ndodhi e njëjta. Përmes vrasjes më saj. Njësoj si Izraeli, do të thonë, vret fëmijë, vret se ka gajle. Se ajo është mbi Kombet e Bashkuara, ajo është mbi NATO, ajo është mbi krejt, edhe ai nuk jep llogari para askujt. Pse? Që të fuse frikë tek të tjerët. Çfarë? Nëse ju çoni kokën, do ju ndodhje ma keq se Gaza. Këtë mesazh më jep neve tani. Po muslimanët do të lexojnë. E pse muslimanët do të lexojnë? Se jemi brenda zonës së komfortit. Çfarë është zona e komfortit? Është zona e rehatis. E kam punën, i kam gjemë të mirë, i kam vajzat mirë, rroga më vinë në rregull mujt, ka punë elhamdulillah, edhe pse unë të foli për Gazën, pse të prishi punën time? Pse unë të foli për unitetin e muslimanëve? Pse unë të foli për ato, ne bojnë çfarë do? Pse unë të foli kundra partive? Pse unë të foli kundër kësaj? Kjo është zonë e komfortit. Këtë që e thot ki, e them edhe unë, e thua edhe ti, e thua edhe ai tjetri, edhe pastaj bëmi popull dele. Një çoban duhet, jo më shumë, edhe çembiles duhet tjerë. E kjo është zonë e komfortit. E muslimanët në shekullin e 12 fiks, muslimanët e Bagdadit kanë qenë të përparuar, mos më merrni për të madhe, por nëse lexoni do pajtoheni me mua. Në atë kohë, për atë kohë, kanë qenë shumë para krejt botës, si tash që është Japonia. Pse nuk thash Amerika? E përmende Japonia se Japonia është simboli i shkencës dhe i robotikës. Krejt shkencë, optik, biologji, kimi, fizik, astronomi, krejt shkencat e botës i ke pas aty. Ka një fizikant frances, e ka emrin Pierre Curie. Ai ka qenë nobelist. Nobel, ka marrë çmimin Nobel për fizik. Ai thot kështu: ne me 30 libra, këtë mbanja mend, kjo është rëndësishme. Ne, ai flet për evropianët. Thot, ne me 30 librat e muslimanëve të Andaluzis dhe të Bagdadit, arritëm, vetëm me 30 libra, jo më shumë, arritëm të ndajmë atomin
grimcën më të imët në univers, atomi, që nuk duket me syrin normal. A çdo gjë është e përbërë prej atomit, e dini? Ma para Allahu krijoi atomin. Pastaj u bë gjithçka universi. Ne arritëm ta ndajmë grimcën më të imët në univers, atomin, përmes shkencës dhe 30 librave të muslimanëve. A pse e përmenda këtë? Sepse thot, kur hini ki mreti, ki generali Holako në Bagdad, Bagdadi kishte me miliona kopje libra studimesh, analizash, si analizat e Edisonit edhe Nikola Teslës në atë kohë. Jo vetëm për rrymën elektrike, për gjitha fushat. Kur hini mreti Holako në Bagdad, krejt i shkatroi edhe i hudhi këto libra në lumin Tigër dhe Eufrat. Lumi Tigër dhe Eufrat e morin ngjyrën apo bojën e lapsave me të cilat ishin shkruar këto libra. Para mendo, aq libra. E thot ky Pierre Curie, ky nobelisti francez, thot, si kur ti kishim edhe libra qerë, shkoni me 30 libra që i kanë shpëtuar njerëzit, e ndajtëm atomin, na ndihmoj, ta ndajmë atomin. Po thot, si kur të ishin edhe libra qerë që i shkatroi Holako, mongolet, ne sot do fluturojshim prej galaktike në galaktik. Aq para do ishim me librat e muslimanëve sot. E kupton? Nuk thot prej planetin planet. Prej planetin planet ngatër. Sepse disa sisteme planetare përbëjnë një galaktik. Prej galaktike në galaktik do fluturojshim brenda sekondave dhe minutave. Aq libra të përparuara kanë pas muslimanët atëherë. Etër, çfarë ndodhi? Pse përmenda këtë? Do vite zona e komfortit. Kalifi atëhershëm, Mu'tasim Billah, çfarë bëri? Se njeri kur arrin pasuri edhe hazdiset, ashtu, në përgjithësi, flas për natyrën njerëzore, se ka njerëz që janë të mençur. Hazdiset. Si hazdiset? Fillon të investojë te teshet. Keni parasysh? Mendon se ajo majca 500 euro dhe ngrohje ma shumë se si kjo majca 700 denar. Mendon se ai sahati 35.000 euro, gja të regoj kohën ma mirë se ai sahati 20 euro. Mendon se ajo këpuca që e ble 600 euro dhe e quaj ma mëhës, se e këpuca 10.000 denar, shembull. Mendon se ai Bentley ose ku e diun e Lamborghini dhe e quaj ma shpejt mund ta quaj në xhenem se sa në shtëpi, se sa një limuzin 5-6.000 euro, kështu. Më thonë, e rrit të luksit. Rritja e luksit e ul nivelin e interesimit për ta mbrojtur pasurinë. Keni parasysh? Rritja e luksit e humb moralin dhe dashurinë për fenë. Ta dini. Rritja e luksit e ul dashurinë edhe moralin për ndjenjën kombëtare. Më thonë, këni parasysh në përgjitha luftrat më shumë ushtar ka fukara. Se e të s'kam qëfar humbi une. Do hap jetë për Allah, do hap jetë për vatan, për imam, për flamur, për konta kështu më radhë. Ama i zëngini kur dim tekën 2 milion euro, a që në banka, edhe që i ka durë si une, ne shlirojnë këto vendin e kështu më radhë. Ka dhe kështu. Luksi ta humbën dashurinë edhe dashurisë edhe imanit edhe islamit edhe kështu më radhë. E kjo është zona e komfortit. Më thonë, a jam mësu t'jetë mirë. A jam mësu t'jetë mirë. Edhe muslimanët e shekullit 12 arritën në një komoditet, shifni ju kush ka shku në Granada, kush ka shku në Andaluzi, t'i shohën gjurmët e islamit dhe muslimanëve që vërtet kanë jetuar jashtëzakonisht mirë. Bagdad nuk diskutohet, Bagdadi ka qenë Washington. Bagdadi ka qenë Miami atëhershëm. Krejt Evropa, bota ka shku në pushim dhe vizit në Bagdad. Shkijet e Evropës, më thonë, jo muslimanët, jo besimtarët, krishterët e kështu me radhë, kur kanë shku në Bagdad edhe kanë ardhur prej Bagdadit në Evropë, 5 muaj kanë folë për Bagdadin. 5 muaj. Edhe ato qirë kanë qenë shumë krenar të ullën me një person që ka vizitu Bagdadin. Papalarët, papatët e Evropës, kanë pasur ma shumë privilegje të bëhet pap, vetëm ai pap që ka studiuar në Andaluzi. Tjerët s'kan pas, si sot, kur vjen për shembull një njeri, një student që ka kryer në Oxford,
në Sorbonne, e kështu më radhë. A e ma shpejt do pranohet në punë, në Shkup, se sa njëri që ka kry në e shtule, kirile, metode, e kështu më radhë. Keni parasysh? Ashtu, janë këthirë komplet të kundërtën. Etën, pse humbën muslimanët? Muslimanët humbën se hinën brenda luksit. Mbreti, kalifi atëhershëm Mu'tasimi, prej 50.000 ushtarë që kishte shteti i Bagdadit, kalifati Abasi, prej 50.000 ushtarë, e shkurtoi numrin e ushtarëve në 15.000. Pse? Tha, mirë jemi, nuk në sulmon askush, mirë jemi. Pse çfarë na duan ushtarë? A ushtria është e themeli një shteti. Dini? Pse u bën masakrat në Kosovë? Se s'kishtë ushtri të rregull. Pastaj kur u bëu QK-ja, u bën ato, ma sërbët sunhinin, bënin masakra në përfshatra. Kur ka pak ushtri o problem, a kur ka ushtri, pa me një pusht të vogël, me një pusht të krimbët, do bëjë rezistent. Pse e bëjë masakrat e viteve luftarave balkanike në Polog, në fshatin tim, 150 burre e në vra. Pse? Njerëzit kanë qenë të parmatosur. Ose këtu në Reçan, ku janë në rrethin e Kosivarit, janë në shumë vende. Tishin njerëzit kishtë pak ushtri, pak armatim, nuk do ndodhë ajo. A kjo përsëritet të dini? Kjo përsëritet. E tani ky që e reduktoi ushtrin muslimane prej 50.000 në 15.000 i kushtoi shumë. Edhe kur hini mbreti, ky generali mongol e rrethoi Bagdadin, mbrenda një jave e mori Bagdadin. Pse? S'kishte ushtri të mirëfill. S'kishte, e mori me njerë mori. Edhe pse Bagdadi ishte i rrethuar me kalaja, me porta të mëdha, aman rezistenca u shu se ishte shumë e vogël numri krahasim me numrin e 200-300.000 ushtarëve të mongolëve. Çfarë do bëjnë 15.000 kundër 300.000 ushtarëve? E tash, mbreti mongol, Holako, kur e zuri rob kalifin musliman, këtu dusha të vi, këtu kjo e rëndësishme. Kur e zuri rob kalifin musliman, Mu'tasimi, shkoj te pallati i tij edhe mori rob. Para se ta vriste, çfarë i bani? Kjo mësim për krejt muslimanët sot. Për ato që e kanë qejf zonën e komfortit. I pa disa tepika në pallat, tepikat, si tepikat tonë, por tepikat atëhershme, $1 milion ban sot një tepik i atëhershme. Më thonë, me push afër 10 cm. Push madh, të punuar me dorë, me muja. Edhe futi në një tepik, edhe e rotullante krejt, derisa e rotulloi gjithë tepikin, mbrenda ishte kalifi musliman. Hala gjallë, mbrenda tepikit. Edhe çfarë i tha mbreti Holako? O ti zotritha, si kur të kishe investu në ushtri, sa ke investu në luksin tënë dhe komoditetin tënë, sot nuk do ishe brenda tepikit. Nesër në ishim tu. E shifni? Si kur muslimanë sot, e shifni çfarë investojnë atje në Dubai, palidi, në Emiratet, Abu Dhabi, shteti Emiratet, shteti i zinas, i alkoholit, i qufrit, i kremit. Ndoshta është gjua pak vulgare, por unë i ndjeki ma shumë, se që to në interesojnë, dhe shifni se kret në luks, edhe Arabi Saudite nuk është me hajerit. Pa ato nuk janë budallat ngrat ajt protestoje për Gazën dhe për Palestinën, kur mbretja ka bërë rogën $5.000. I ka dhënë një Range Rover të 2026-ës, që se fikën asë një herë vetëm kur flejnë e fikën, naftën e ka pa pare, shkollimin pa pare, shëndetësin pa pare, çdo gjë ka pa pare, e ka fut në luks, që ati mos i shkuje mendja të prishje luksin e vetë për fëmijët e Palestinës. Nuk janë budallë. A e shifni? Çfarë është luksi? Çfarë dëmi ka luksi? Çfarë dëmi ka zone e komfortit? Vetë disa shtete muslimane i kanë fut musliman brenda zonës së komfortit, janë shumë mirë, të jetën mirë ato. Sidomos
Arabia Saudite, Emiratet, Kuwaiti, Katari, Bahreini, edhe Omani. Edhe Omani nuk është keq. Atë janë brenda zonës së knasisë, komoditetit. Ai nuk është budak, çohet. Vetëm një Adem u qua. Vetëm një Adem, alayhis salam. U qua, unë e lidhi çdo herë zonën e komfortit me çështjen e Ademit alayhis salam. Interesant. Po jo rastisht, nuk është e rastit asgjë. Allahu në shanu neve, dashur lezër, përmes Kur'anit, do të na nxjerr nga kjo zonë e komfortit. Më thonë, që kanë thonë dietarët musliman, nuk e llogaris veten njeri, kjo e bukur është. Nëse dy ditët e mia janë të njëjta. Do të thonë, gjëja ishte e njëjtë. Sot është gjuma. E ka fjalën në aspekt të aktivitetit dhe produktivitetit. Nëse e gjumaja jote sot është njësoj se e njëqa, do me thonë gjë nuk bëna asgjë, ashtu, e në sot asgjë. Mu jeto kotë. Këtë e ka fjallë. Nuk e llogaris vetë njeri nëse 2 ditë të jetës time janë të njëjta. Ne i kemi bërë ditët gjitha të njëjtë. Në punë, shpi, punë. Dë njerë, dë një pjekme, dë një ngushlim kjo, ama kjo nuk e rritë në produktivitetin ta. Ave nëse gje ke lexu 5 faqe, Kur'an, sot lexo 10 faqe, kjo është dalje nga zona e komfortit. Shemë. Nëse gje ke fillu të përgatitish një provim, sot bënë një plan të përgatitish 2 t'i apish me një herë. Çfarë kushton? Truni nuk argjitet, e dini psikologjia thot, truni sa ma shumë të lodhët, me të menduar, aq ma shumë qilet. Si puna e knetës. E dini kneta që rinë bretkosa. Kur fillon të hije ujë ka jo kneta, ajo nuk i mbytën bretkosat. Çfarë bën? Ju jep jetë bretkosave. E ringjallën atë knetën. A më nëse ti gjithë s'ke lexu, sot s'lexon, nesër s'lexon, mas nesër s'lexon, gjithë javën s'lexon, gjithë vitin s'lexon. Truni jote dhe imi bëhet knet. Ndaj, ngarkesa e trurit bëhet më aktive, truri i ka qejf sfidat. Mirë një lexoni dhe shifni. Truni ka qejf të sfidohet. Edhe ma shumë kapaciteti memorjes së trurit rritet, zgjerohet, kur ti ma shumë e angazhon. Nëse se angazhon, dal nga, kur e shosh, 55 vjetë e kalon mendjen, 60 vjetë këtë. S'ka lezuhe. Jo mendja, po ku e di unë. Mundohet me qesin e qerit ta qerit derën e shpejës. Ban të likë shumë. Buda Allah kështë. S'ka fej, se kalohet trunin e ingratit. E Allah këtë në donë të në boje. Qëfar do në boje? Në nëzirje nga zone e rehatis. Jo, rehat, nuk ka rahat të në dynjo dhe pik. Këtë në donë në those. Qëfar rahati? O me do flejsh ke vorët me mija vite mu mërzit, ish. Unë të garantoj, vallaj. Ishë Allah kur të vdesën të tek në fjallët e mija. A gjithë ko për gjumë, sa duesh, dërin kiamet. Deri sa të bëjë kiamet të flejmë të knaqëm e gjithë. Isha Allah knaqëm, nuk kemi dënimi isha Allah. E Allahu këtë do në bëjë. Allahu, unë i kam marrë shemull Ademin e Islam. Kur isha ma i ri, pa dhe ju me siguri, kur e kemi lexu historinë e Ademit e Islam na knaqën në xhollanat, edhe vërtet na vinte mirë se i përshkruajshin shumë bukur ato kënaqësitë e xhenetit. E dini që Ademi e Islam është krijuar në xhenet, ashtu. Edhe unë e bëj pyetjen, pse u kriju Ademi a.s. në xhenet? A e kish problem Allah ta krijonte në tokë? Krijon tokë? Pse e jena? A pse në xhenet? E nuk është rasti në xhenet. Thot, e vu Ademin a.s. në një zonë komforti. Edhe për t'ja bë me dije edhe ati, edhe neve, se zone e komfortit, zone e rahatis, nuk është e mirë. Pse? Sepse keq përdorët hazdiset. A u hazdis Ademi a.s. Po si nuk u hazdis? Allahu i tha, o Adem, knaqu uskun ende ve zawju kel gjenne ve kula, hajthu shi'tum ragada. O Adem, hin ti dhe gruaja jote në xhenet dhe hani dhe pini dhe knaquni me mirësitë e xhenetit. Knaquni. Ademi tu knaq, filloj të hazdisit. Ama pse të hazdisit?
Se Allahu i kishtë thënë wala taqraba hadhihi shajara. Aman me kusht mos ju ofroni qasaj peme. E këtu fillon hazdia. Ne jemi adema. Krejt ne jemi adema, a dini? Se pre ati vim krejt njerëzimi vim. Kur ban një bazen ka qef një Porsche, kur e ban një Porsche ka qef një helikopter, kur e ban një helikopter ka qef një avion. Me pas mundësi edhe raketën e blejën. Azisën. Pse se ka luks, ai nuk mendon ma për të mirën e qerve. Ai ma mendon ta knaqe epshin e vetë. Edhe Ademi a.s. donte ta knaqe epshin. Nga kurioziteti i madh, deshi të shkoj të afrohet të ajo pemë dhe shkoj. Fa waswasa lahum ash-shaytanu. Shejtani u bani vezvese. Edhe shkoj hangër për sa edhe e marja që meritoj, Allahu e zbriti në tokë, ashtu. Në shenjë normal, ja fali gabimin. Nga kjo ka disa mësimi ka. 7-8 derse mund t'i bëj. 7-8 derse. E pse e krijoj në xhenet? E krijoj thot në xhenet sepse xheneti për Ademin a.s. dhe për Havan ishte vend trajnimi. Pse trajnimi? Për ta përgatitur për ardhjen e tij në tokë. Sepse provimin më të madh Ademi a.s. do ta jepte ku? Në tokë. Edhe në tokë e dha. Provimin më të madh në tokë e dha. A gje ishte faza e trajnimit. Zona e komforit u ke shpërdor, ashtu. Pse? U hazdis Ademi a.s. Edhe Allahu ja bën me di Ademit dhe neve. Se zona e komforit për jo është e dëmshme. Çfarë ishte dëmi Ademit? E përzuar për mirësive. E përzuar. Edhe ne, nga zona e tepruar e komforit tor, vin një kohë dhe falimenton, se firmat janë problem, janë si lotari janë. Sa janë të shkruar nga Allahu, sa do fitojsh një ditë mund vish të falimentojsh. Edhe kur zbriti Ademi a.s. në tokë, edhe pse Allahu ja mësoj se gabimi Ademit ishte mësim shumë i madh. E mësoj Ademi se si të falë dhe si të kërkuje falje, ashtu. Edhe shumë mirë thuan djetare që mu më pëlqej shumë. Njeri ju thot nuk u krijua për të mos gabuar. Këtë mbanja me në kjo e bukur është. Ne si njerëz, kur gaboni dhe njerë mos u mërzitin edhe aqë shumë të dale mendje, jo. Njeri ju thot nuk u krijua për të mos gabuar, por u krijua për të mësuar se si të kthehet ke Allahu. Ndoshta Allahu knaqet ma shumë kur ti kthehesh ke ai se sa kur ti vetëm pendohesh thjesht. Estagfirullah. Ai ka qejf të kthehesh te ai. E kthimi te ai për Allahun është natësia më e madhe. Allahu e çoi Ademin të gaboje që ta mësoje si të pendohet që ne sot të pendohemi. Edhe t'ja bëjmë dije se dera e pendimit ke Allahu nuk mbyllet kur. Dera e pendimit asnjëherë nuk mbyllet, o musliman, mos u mërzit për atë punë. Këtë mësoj. Edhe mbasi e nxori nga jo zone e komforit, e zbriti poshtë Ademin a.s. Çfarë ndodhe? Kjo mesazhi më i madh psikologjik i gjithë njerëzimit që mund ta marr nga nxjerrja e Ademit nga zona e komforit. Allahu e nxori nga zona e komforit, nga zona e rehatisë, ashtu. E pse nxori? Një ndër arsyet më të mëdhaja të pse ka nxjerrë Ademin a.s. nga zona e komfortit, normalisht ajo ishte caktimi i Allahut. Ishte caktimi i Allahut. Se unë vetëm logjikisht ndonjëherë analizoj çfarë kuptimi do kishte nëse Ademi a.s. dhe Hava do të shumoheshin në xhenet edhe ne krejt do të ishim në xhenet sot. A do kishte ndonjë kuptim? Si mas meje jo. Allah o din ma mirë, prandaj nuk ka bëda ashtu. Pse? Se nuk ka knasi, nuk ka knasi në gjërat që ti nuk i ke djersuar. S'ka knasi. A i shifni kumargjit më të mëdhej.
ata që luajnë kazino, që luajnë kumar, shumica atyre që luajnë shumë, më thonë, janë të smur, nuk flas për to ordineret. Ata kumargjit e mdhej, shumica e tyre hargjojnë parat e babalarve të tyre. Shumica. Ati nuk I dhimë se për atë parja nuk ka vlerë, 1.000 euro, 100 euro. Ai nuk e mendon se për 600 euro duhet shkuje 29 deri 30 ditë në punë. Edhe t'i lanë ato pare për 5 minuta, njeriu që ka pak logjik, edhe 2 gram tron nuk e bën këto. Ai pse e bën? Se nuk I dhimë se. Hargjon parët e ortakut, vllau, babës, do një arë, do një plac, do një dyqan që e ka shit, e kështu më radhë, ati nuk I dhimë se. A kur e vlerëson? Kur ai vet e punon, vet e fiton. E kur e fiton vet dhe hargjon lunë, ajo atëherë pak është e punë dhe smundje, aty ka analiza tjera. E tani, hyrja jo në xhenet, direkt prej Ademit duke qenë xhenet, pa e meritu, pa punë, nuk do ishte hiç interesant. Ardhja Ademit në tokë e mëson njerëzimin se pa meritu nuk mund të kesh përblim ke Allahu xhaleshanu xhaleshanu. Është absurde është. Prandaj Allahu na krijoi neve. Na krijoi që të na testoj neve, që na testoj mirë, na ka liqe mirë, edhe me meritën tonë. Ashtu thot edhe në Kur'an. Thot kush bën mirë për vete, kush bën keq për vete, ashtu. Men amile salihan fali nafsi, wa man asa'a fa alayhi. Kjo matematikë shumë e bukur është. Bën mirë, puno, dhe marrësh rrogën fund muajit, nuk punon s'ka rrogë. Edhe Ademi alayhis salam erdhi në tokë ta mësoj njerëzimin se pa punë nuk ka xhenet. Ai mendonte se do kënaqet ta gjë. Ne marrëm shumë mësime. Mësimet kryesore është e njofti armikun e vet, në xhenet e njofti armikun, shejtanin ashtu. Edhe tash cila është ai mësimi psikologjik nga kjo që ne për t'i dhënë një rezime rumbullaksuese gjithë kësaj që tham deri tani. Rezimeja kryesore është I dashur vëlla, ajo se ne të gjithë ne dashur vëllezër jetojmë jetën e Ademit alayhis salam. Që në fëmijëri. Si jetojmë? Në fëmijërinë tonë a vendosemi, flas për në dynja këtu, a vendosemi në xhenetin e dynjas. Me siguri do pajtoni, për ta bërë pak më qartë këtë çështje. Edhe ne jemi si Ademi alayhis salam. Do të thonë, Ademi alayhis salam atje në xhenet ishte një fëmijë I vogël, si të ne fëmijë kur lindën, ashtu. Vitin e parë, krejt familja I rinë kam fëmijës. Duhet smaki, me njerë, një paqet madhe, 100 copa. Duhet tokmaka, me njerë, duhet çokoladë, me njerë, duhet biciklet, me njerë, duhet kot limuzin të vogël me bateria, me njerë. Krejt. Edhe për fëmijën, për psikologjinë e fëmijës, kjo xhenet. Edhe ai fillon hazdiset si Hazreti Ademi. Hazreti Ademi shkoj ke pema, ki qanë, me nuk ja blej diçka fëmijës, ashtu. I kërkon gjonat me qame, edhe pse kjo është një gabim. Duhet këto prindërit e rinj të punojnë në këtë drejtim. Ka rregulla si duhet t'ia japish, jo me qame. Qanë, pse a hazdis, ai ka zonë komfori. Ai është në një xhenet tani. E tani, duke u rritur, ai ballafaqohet me sfidat. Çfarë janë sfidat? Me probleme, dhe shkoj shkollë, çanta, 12 kg çantë. Ai veti ka 12 kg çanta, 24 kg ngrati. Për ditë duhet shkoj në shkollë, 5 ditë. E këto janë sfida, me mësuesin, me nxënësin, me shokët, me shoqët. Edhe Ademi u ballafaqua që në xhenet me cilën? Me shejtanin. Edhe pastaj ballafaqohet me armikun e brendshëm duke u rritur. Cili është armiku brendshëm I yni? Është zilia, inati, xhelozia, epshi, nxitja, urrejtja, dashuria. Krejt të janë armiku I brendshëm I joni. Dal nga dal bëhet një Adem I kompletuar. Pastaj gabon. Fillon gabon, si gaboi Ademi alayhis salam. Pastaj pendohet. Ne krejt prej Ademit I kemi marrë.
pendohet. Allah e thot, ranja nuk është e fundi, ranja është mësim për të ngritur më i fortë, ngrihesh në dunja, nuk është problem se ke gabu, gabimi nuk është i fundit. Allahu nuk është fundi, Allahu pranon tauben, pranon pendimin, mos u mërzit. Ne jemi komplet një Adem a.s. në këtë tokë. Allahu na fal të gjithëve inshallah taala. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë, i bashkof zemrat tona, i bashkof muslimanët kudo që janë në mbarë botën, i çlirof vendet muslimane, i shërof të smurët tanë, i bof magfiret të vdekurit tanë, edhe fjala jonë dhe frima jonë në fundin e këtë dynjë qoftë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah walillahi al-Fatiha.